Maska me vezë që zhduke rrullat për një ditë. Ja receta si ta përgatisni. Përkujdesja për lëkurën e butë të lëmuar është shumë e rëndësishme për të parandaluar plakjen e saj, veçanërisht në përpjekje për të luftuar edhe problemet që shkaktojnë dhe sjellin rrullat vazhdimisht në lëkurën tuaj. Pavarësisht se sot në dyqanet e kozmetikës ose edhe në farmaci gjenden lloje të ndryshme të kremrave për trajtimin e problemeve të lëkurës, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Si ato të fytyrës, të qafës ose edhe pjesën poshtë syve, ato mund të sjellin përfitime të veta, por nëse doni të kurseni më shumë para dhe të keni gjithashtu një lëkurë më të shëndetshme, në këtë video do ju sjellim një metodë shumë të thjeshtë, të lehtë dhe natyrale, e cila do ju ndihmojë të keni një lëkurë më të butë, të shëndetshme, më pak probleme me akne, të njollat, rrullat dhe mbi të gjitha do ju ndihmojë të dukeni më të bukura dhe gjithashtu më të shëndetshme. Gjithçka që duhet të bëni është thjesht të realizoni këto maska në kushte shtëpie dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike. Vezët janë një mënyrë shumë e fuqishme edhe për të sjellë përfitime të duhura në lëkurën tuaj dhe do ju ndihmojnë të dukeni më të reja dhe të keni gjithashtu një lëkurë pa rrulla. Vezët janë mënyra ideale për të marrë më shumë proteina dhe vitamina, të cilat lëkura juaj ka të nevojshme. Veza do të ofrojë gjithashtu një spektër shumë të gjerë edhe të përfitimeve të proteinës, yndyrnave dhe gjithashtu edhe ushqyesve të cilët lëkura juaj ka të nevojshme. Të verdhat e vezës janë ndër të paktat ushqimet që përmbajnë një sasi më të madhe të vitaminës D. Vitamina kjo është shumë e rëndësishme për lëkurën tuaj dhe parandalimin e acarimeve të saj. Vezët do të ndihmojnë gjithashtu të hapni poret e lëkurës. Përdorimi të verdhës së vezës në lëkurën e fytyrës juaj ju ndihmon në hapjen më të mirë të poreve, duke larguar kështu papastërtitë dhe duke i dhënë lëkurës shkëlqimin dhe butësinë e munguar. Kështu rezultatet që do të merrni në fund do ju ndihmojnë të keni një lëkurë më të bukur, më të shëndetshme dhe mbi të gjitha të evitoni krijimin e komplikacioneve që shkaktojnë rrullat në dukjen e lëkurës suaj. Si fillim, rrihni të bardhën e një veze dhe më pas e përhapni atë në të gjithë fytyrën tuaj duke i dhënë lëkurës shkëlqimin e munguar. Mund ta kombinoni me disa pika limoni për të larguar aromën e vezës dhe të lyeni fytyrën. E mbani derisa veza të thahet dhe lëkura të marrë të gjitha elementet e saj ushqyes dhe më pas e shplani atë edhe me ujë të bollshë. Uji duhet jetë i ngrohtë për ta aplikuar më mirë dhe për të larguar papastërtitë e fytyrës. Ju mund të përdorni gjithashtu edhe të bardhën e vezës për trajtime të paktën një herë në javë. Në fund, rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike për lëkurën tuaj dhe do ju ndihmojnë të largoni gjithashtu të gjitha papastërtitë. Ideale për lëkurën e thatë janë maskat e vezës, të cilat në kushte shtëpie do ju ndihmojnë të keni një lëkurë më të shëndetshme. Kombinimi i një tase të vogël të verdhave me një kokër vezë, një lugë gjedhë mjaltë, disa pika vaj bajamesh, nëse keni në të kundërt mund të përdorni vaj ulliri. E verdha e vezës është e pasur me proteina, vitaminën A, gjithashtu ajo mund të përdoret edhe si një zgjidhje e shkëlqyer për lëkurën tuaj. E mbani gjithashtu të gjithë aplikimin e kësaj recete në fytyrë, e mbani për të paktën 20 minuta dhe më pas e shplani atë me ujë të ngrohtë. Edhe për këtë trajtim mund të nisni dhe ta aplikoni një herë ose 2 herë në javë. Dhe në fund rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike për rigjenerimin e lëkurës dhe lehtësimin e papastërtive të saj. Për një lëkurë elastike dhe pa rrulla. Aplikimi i rregullt i të verdhës së vezës për lëkurën do të ndihmojë në parandalimin e rrullave dhe tendosjen e lëkurës. Mjafton të përdorni të verdhën e një veze të kombinuar gjithashtu edhe me pak lëng limoni. Maksimumi ta përdorni të verdhën e vezës të kombinuar me limon për 2 herë në javë.
dhe lëkura juaj do të duket më e re, më e butë dhe mbi të gjitha edhe më e shëndetshme. Kështu, përfitimet që do të keni në fund do t'jenë mbreslënse për shëndetin e lëkurës dhe do të evitoni gjithashtu edhe krijimin e akneve, njollave dhe papastërtive të shumta. Maskat me vezë janë një mënyrë shumë e mirë për t'u aplikuar vazhdimisht në lëkurën tuaj, dhe rezultatet që do të merrni në fund do t'jenë mbreslënse për dukjen e tyre dhe lehtësimin e papastërtive. Ndjekja e këtyre ritualeve në kushte shtëpie sigurisht që do t'jetë një nga alternativat më të mira për dukjen e lëkurës suaj dhe parandalimin e komplikacioneve që i kanosen asaj. Me kalimin e viteve, rrullat që shfaqen në fytyrë janë një problem i vërtet për shumë persona, por për luftimin dhe parandalimin e tyre ju vinë në ndihmë maskat natyrale, të cilat përgatiten shumë më thjesht pasi keni nevojë vetëm për mjaltë të vezë, kos dhe vaj ulliri. Në një henë hidhni një lugë gjedhe mjaltë, një të verdhë veze, 2 lugë kos dhe një lugë vaj ulliri. I përzieni të gjitha përbërësit derisa të përfitohet një masë kremoze. Më pas këtë masë mund të aplikoni të gjithën në lëkurën e fytyrës suaj dhe ta mbani ashtu për 30 minuta. Më pas e lini të veprojë dhe shplani fytyrën me ujë të vakët. Përdoreni 2 herë në javë një maskë të tillë dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike. Ndjekja e këtyre trajtimeve në kushte shtëpie sigurisht që është një prej alternativave më të çmuara për pastrimin e lëkurës dhe gjithashtu largimin e papastërtive. Sa më shumë receta natyrale, të cilat kombinuara si duhet, mund t'i japin rezultate fantastike për lëkurën tuaj, aq më shumë përfitime do të keni për mbrojtjen e saj. Ekspertët thonë se produktet natyrale të cilat i përdorni me kujdes në të mirën e lëkurës suaj do të jenë gjithashtu një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dukjen e saj dhe lehtësimin e papastërtive. Maskat me vezë janë një mënyrë shumë e thjeshtë që shumë lehtë mund të kombinohen në recetat tuaja ditore, dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet mbreslënse në reduktimin e rrullave, shenjave dhe problemeve të lëkurës së dobët. Kështu, ndjekja e këtyre ritualeve në kushte shtëpie do të jetë një nga alternativat më të çmuara në dukjen e lëkurës dhe parandalimin e krijimit të rrullave. Rrullat janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes. Te disa njerëz rrullat mund të shfaqen para kohe dhe mund të krijojnë gjithashtu komplekse të mëdha tek këta persona. Ndaj, duke u kujdesur më mirë që të keni një elasticitet më të mirë të lëkurës, të shmangni papastërtitë dhe të ndihmoni mirë në dukjen e saj, kështu do të arrini rezultate mbreslënse për mbrojtjen e lëkurës suaj dhe largimin e papastërtive të ndryshme. Vaji i arës së kokosit është një mundësi shumë e mirë kundër rrullave të fytyrës. Me këtë vaj mund të masazhoni zonat e rrullora duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit ju mund të mbani vajin në lëkurë për gjatë gjithë natës. Maska duhet të përsëritet çdo mbrëmje. Vaji i arës së kokosit jep lëkurës shkëlqim natyral dhe zbehe rrullat. Përdorimi i vitaminës C gjithashtu mund të jetë gjithashtu edhe një alternativë shumë e mirë ushqyese për lëkurën dhe lehtësimin e papastërtive të saj. Kjo vitaminë mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për lëkurën tuaj. Do të ndalojë gjithashtu edhe problemet e rrullave, do ju ndihmojë që të merrni rezultate më të mirë ushqyes dhe mbi të gjitha do ju ndihmojë në dukjen natyrale më të mirë të lëkurës suaj. Kështu do të merrni edhe rezultate fantastike për shëndetin e lëkurës. Ndjekja e këtyre rezultateve në shëndetin tuaj do të jetë gjithashtu edhe më e mirë për lëkurën. Uthulla e mollës. Përzieni një lugë gjedhe me uthull molle, një lugë gjedhe mjaltë. Aplikoni maskën e fituar në lëkurë dhe në qafë. E mbani për 15 deri në 20 minuta dhe shplani atë me ujë të vakët. Kështu maska duhet të bëhet 2 herë në javë. Uthulla e mollës ruan ekuilibrin e pH-it, ndërkohë që jep lëkurës së fytyrës shkëlqimin rinor. Edhe e verdha e vezës mund të jetë një alternativë shumë e mirë në dukjen e lëkurës suaj. Duke u aplikuar si duhet në rezultate fantastike, do të keni gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë efektive për lëkurën tuaj. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos e zvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.